والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmetoni Imam Ahmedi në librin e tij Zuhud nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, sa I ka thënë: La yablughu 'abdun haqiqata al-imani hatta yahilla bi dharwatihi wa la yahillu bi dharwatihi hatta yakuna al-faqru ahabbu ilayhi min al-ghina wat-tawadu ahabbu ilayhi min ash-sharaf wa hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu 'indahu sawa. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, njeriu nuk e arrin realitetin e imanit derisa të arrijë majën e tij. Njeriu nuk e arrin realitetin e imanit derisa të arrijë majën e tij dhe nuk e arrin majën e tij, majën e imanit, derisa të jetë varfëria më e dashur për të se pasuria, përulësia më e dashur për të se nderi dhe ngritja, dhe derisa të jetë ai që e lavdron dhe ai që kritikon të ai të njëjtë. Pastaj thot Auni, transmetuesi nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thot: "Fafassaraha ashabu Abdullah", shokët e Abdullahut, Abdullah ibn Mas'udit e kanë komentuar fjalën e tij duke thënë se ka pas për qëllim të e para që derisa të jetë varfëria më e dashur për të se pasuria, ka pas për qëllim që varfëria në halal më e dashur për të se sa pasuria në haram. Dhe te e dyta, derisa të jetë përurësia më e dashur për të se krenaria dhe ngritja, ka thënë, e ka pas për qëllim që përurësia në respektim ndaj Allahut, në bindje ndaj Allahut, të jetë më e dashur për të se ngritja në mëkat dhe mos bindje ndaj Zotit. Dhe kanë thënë që te fjalia e fundit që derisa të jetë lavdruesi dhe kritikuesi I tij I njëjtë, kanë thënë ka pas për qëllim, ose ndaj tek ai të njëjtë, ka pas për qëllim derisa të jenë lavdruesi dhe kritikuesi në hak, në të drejtë tek ai I njëjtë. Kjo fjalë për fjalëve të bukura të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu është një peshore interesante që Abdullahu e vendos si me thonë një standard të ri të imanit, ndoshta me thonë të kuptimit të imanit. Qase imani nuk është një deregje. Shëdeni, te ehlusuneti imani rritet, zvoglohet, shtohet, paksohet dhe është në lëvizje të vazhdueshme. Kështu është imani. Lëvizje të vazhdueshme, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me vepra të këqija. Kjo është besimi I ehlusunetit, përveç besimeve tjera të grupeve që janë të humbura që kanë filozofira tjera. Tash Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu po thotë që nuk e arrin njeriu realitetin e imanit derisa të arrin majën e tij. Edhe kjo është një kuptim tjetër e imanit. Imani ka mesatari, ka përulësi që është fillimi I imanit dhe është maja. E për me kuptu tamam çka është imani, kështu hakikat me ditë, që thonë na çka është hakikati I imanit. Hakikati ka për qëllim çka është gjendja e brendshme, reale e imanit. Cila është ajo definicioni më I rëndësishëm I brendshëm I imanit. Për me mri çfarë definicionin ose kuptimin e drejtë realitetit të imanit, duhet me shiju majën e imanit. E kjo maja, sipas komentimit të shokëve të Abdullah ibn Mas'udit, I përfshin dy gjëra. Maja e imanit I përfshin dy gjëra. E përfshin imanin që është vajib, e që nuk është baza e imanit. Baza e imanit është esenca. Shahadeti dhe pastaj vijojnë punë tjera. Kurse jashtë shahadetit dhe jashtë punëve tjera është imani vajib edhe imani mustahab. Imani vajib është çdo vepër që është obligative që ti duhesh me bëj nëse nuk e bën e meriton dëshkimin. Kjo është imani vajib. Imani mustahab është kategori më e lartë. Imani që ndërlidhet me veprat e tua vullnetare që I bën, që I bojnë shumë prej muslimanëve, e që këto nëse nuk I bën nuk I dënim, por njeriu mundohet me arrit që me u ngrit më shumë te Allahu. E nëse arrin njeriu me bashku të dyja, atëherë ka ardhur në hadithin e pejgamberit që është në hadithin Kutsi,
që pastaj kush e praktikon farzat e Zotit, edhe përveç farzave, mundohet që mu afru te Allahu, edhe me nafile, përveç farzave, mundohet që mu afru te Allahu, edhe me nafile, që ky e mrin gradën e lartë të imanit, që të farmajën e lartë të imanit, që kjo maja është shija kryesore e imanit. Për këtë arsye, në këtë hadith kutsi çka thot Allah, thot unë jam ai syri që ai sheh me ta. Unë jam veshi që ai dëgjon me ta. Unë jam dora që ai ec me ta. Unë jam këmba që ai vrapon, unë jam dora që punon me ta, unë jam këmba që ai ec me ta. Që domthon Allahu është mbikëqyrje e tij në mënyrë të vazhdueshme. Edhe ai mu, nëse shikon me dritën, me nurin e Allahut. Nëse vepron me nurin e Allahut. Nëse ec me nurin e Allahut. Nëse fol me nurin e Allahut. Kjo është një kategori e robërve të Zotit që janë dashurit e tij në tokë. E Abdullah ibn Mesudi po e tregon që kategoria e lartë e këtij imani i ka disa shenja në jetën tonë praktike. Edhe i ka sjell disa prej pikave që janë delikate në unin dhe në qasjen e njerit me të tjerët. Domosdoshmë sikur disa provime që janë, nëse i kalon çdo provime e ke kalu. Mirë ki punë. Nëse se kalon çdo provime atëherë është pak problem çështja jote. E ka përmend të parën knatësia me varfëni, karshi, lakmis për pasuri me haram. Ai s'ka përmend me haram, po shokët e vet e kanë komentuar për arsye se e kanë ditë cili ka qenë qëllimi i tij. Faktikisht najna të folën për diçka që në realitet muslimani e ka të qartë, mirë po, a e ka të qartë praktikisht, kjo është pyetja kryesore. Cili prej neve kish me qenë i kënaqur, me mbeti i varfër, edhe mi arë pasuria ka hund, edhe ka dora, edhe më thonë ja, po rritë shtu i varfër, edhe nuk e kam jetë mu zhytë. Nuk e kam jetë mu një losheq. Shtirë është një gjihad i fort, është një luftë e madhe. Është një luftë e madhe, këtë pikë. Mas pak ti çka mujmë na, ose çështja më e lehtë çka na mujmë këtë pikë, me rapë i provimit është nëse him pasuri që janë dyshimta. Se dia është bash halal a bash haram. Amo në rregull është, kurse në këtë pikë, këshilla pejgamberit është mu largu pe gjërave dyshimta. S'ka thonë që ku ti je në dyshim ti mund me bëj cilën dushja e kundërta. Momentet që je në dyshim dëshmë largu. Por këtë arsye pejgamberi e bën shembull shumë bukur vllazni. Nëse kujtoni hadithin te 4 hadithet e Imam Nevovit. Thot ai ngjan atij personi që e kollohet kafshën në mexh të huj. Thot ai për një kashore, për një sekond mund me hongër në mexh të huj. Pse se e ka prun çosh. E ka prun çosh të e kollot. Që shtu ka një herë na i bim çosh punët tona karshi haramit. Tani veç pak me shlajfitën ose veç pak me rshit, me njëherë bjen haram, s'ka hapësirë tjetër, s'keloni hapësirë tjetër. E çdo janë dyshimet. Çdo janë veprat e dyshimta, ana nuk e di ma janë haram as janë haram. Kjo është në aspektin e dispozitës, vjen dikush thotë hoxh, çtu bes pedi që kjo mesela është haram, është halal, po duhet me hi biznes, po duhet nuk ka të keqe me vetë në aspektin e dispozitës, mos e keq kuptoni. Nuk ka të keqe me vetë edhe me këshyra, është halal as është halal. Cila mundësi është halal, cila mundësi nuk është halal. Po ne na të folën në aspektin e praktikës. Gajlja e muslimanit nuk është që momentin që ka dyshime pas ka një hapësirë, kundërta. Momentin që ka dyshime duhet munale dhe mutut. Edhe me thonë që shumë këtu në herë plesht, po desmi fukara, faqe bardh. Jo veç pikurijës. Jo veç pikurijës, mos me thonë njerëz që i ka dole, ka marrë hakin të kone, jo pikurijës para Allahit. Po desmi fukara, faqe bardh para Allahit, jo para njerëzve. Edhe kjo para njerëzve mira, se e ke rujt një standard, e ke ngrit një farë niveli duhur të burnisë edhe të fesë. A mos sidomos para Allahit është shumë rëndësi. Abdullah Mesudi e ka moment të parën pasurinë, se çto e para është që njerëz bimë provimit më shumë. Për këtë arsye dietarë thonë që njeriu ka mundësi me kalimin e kohës. Ka mundësi me kalimin e kohës mi u hek dëshira edhe mu largu pe ti ndjenja edhe epshi për domethënë për gjërat
intime. Ka mundësi. Ama për pasurinë nuk i heket asnjëherë. Derisa të desin, kam mundu me qenë i kujdesshëm, i zellshëm edhe lakmitar ndaj pasurisë. Derisa të desin. Për këtë arsye për me kallxu pejgamberi sa në formën figurative tepër të bukur, qysh ka mundësi njeri me trajtu ai pasurinë, e qysh në realitet pasuria trajton ata, thot biri Ademit me pasën një kodër me ari, kish me desh edhe një kodër tjetër. Allahu akbar. Jo edhe një kashore, edhe një kodër tjetër. Edhe pejgamberi sa me kallxon kështu, sikur me hondën me ta mshu shpull me hadith. Thot një kja mush atina gojnë të shka vesh dhe jo. Se mush njeri nuk e ngin, nuk e ngopët të kush vesh dhe jo. Kër të bimë për me, që atër ngopët biri Ademit. Ndryshës ngopët. Për këta syve ka përmen pasurin të parë në Vllai Mesudi. Se shumica e njerëzve për fat keq janë lënë djegëse, e zjarmi i xhenemit për shkak pareve, për shkak pasurisë. Për shkak pasurisë. Për këta syve, këshyri njerëzit që janë të pasër. Shumica. A janë rrugë Zotit? Jo vallai s'janë. Jo vallai s'janë. Edhe të muslimanë, shumica për qëtyre që janë rrugë Zotit, të që janë pasunik, shumica s'janë. Edhe nëse janë copa-copa. Janë të shkymë edhe të shkapërderë edhe të coptumë edhe të thymë edhe të ndamë në copa-copa. Pse? Se i ka shky mashtrimi mas pasurisë. I ka coptu dhe i ka nda. E tash paramenon e doshë vllazni me pas në një standard, sidomos tash që harami u shpërndon të në unë, që momentin që më del për para harami, jam i gatshëm me sakrifiku me nejt i varfër, edhe mos me shkel aty ku Allahu e ka ndalu. E kundër ta shka e thoi njerëzit në jetën tonë përditshme. Hosh duhet me punu. Hosh duhet me jetu. Demek, na duhet me... Masi duhet me punu, duhet me jetu, duhet me gra dhe haramit. Dojnë edhe ty me të dhonë, me detyru edhe me ta qelë ullën që ti me thonë rregull, atëherë grani, punoni, jetoni, mshoni edhe në xham xhenamit. Ç'to i bën kjo mesele? A mo inshallah Zoti neves na ban çashtu që na me thonë çashtu. E Allahu na ruajt inshallah kretëve. Pastaj thot, dhe pika e dytë, nuk e rrim po ashtu, mojën e imanit, derisa përullësia mos tjetë më e dashur për ta, se sa nderi, krenaria, pozita. Edhe kjo shumë e rëndë. E para, me pasuni. E dyta, me nefs. Se nefsi mund më tranu për shkak pasunis, edhe mund më tranu për shkak pozitës edhe prestigjit. Me pas emër, me pas pozit. Ka njerëz ngajnë edhe lodhen edhe nuk nalen heq, ju për pasuni. Veç me dalë në kryet me xhlisit. Edhe kjo as muj. Edhe kjo rrezik i madh. Këtë arsye thuhet që njëri ka thonë një poetit, një shkrimtarit, i ka thonë, ju taku dy shkrimtar. Edhe ka thonë, ti ka thonë po shkruan, edhe pilboton libra të shpejt, edhe qëllimin e ki me përfitu, pare. Se ki qëllimin për diçka tamam kështu, edhe në vlerë. Thot kurse unë po shkruaj thot për me ngrit nderin, për me ngrit pozitën, për me kallëzu dhe me ç'është do të më shkru. E ki thot, secili e kërkon atë që i mungon. Secili ashtu e kërku atë që ashtu i mungu. Ty po të mungon më kon kryet me xhlisit përmes librave për mërim. Të dyja smuja janë. Të dyja janë probleme. Unë mu po mungojnë paret përmes librave që pishes për mëri. Të dyjnë ato e mëri që ta shapëdojmë. Faktikisht, ka njerëz, subhanallah, që përmena, që nëse nuk i ban përshtypje shumë pasuria, shka i ban përshtypje me qenë ai personi në kryet venit vazhdimisht. Ai me fol, ai me kallëzu, ai me dal, nashti edhe e varfënon vetën. Nashti edhe e tërpron vetën veç për me mëri dikon banalt. Edhe mu parë me se njësë. E kundër ajo që është e besimtari. Besimtari nuk o qef mu dalu edhe mu vequ edhe mu munu mu fry edhe mu lavdru para tjerve. Për kundrazi, cilësia e besimtarit është përësia dhe humbja e vëmendjes, si me thonë, mos dukja.
E tash, kur e kanë komentuar këtë fjalë të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, shokët e tij, kanë thonë që ka pas për qëllim që me qenë përësia në respektim ndaj Allahut, ma e dashur për njeriun sesa nderi edhe pozita nëse tipët duke kundërshtuar Zotin. Edhe kjo sprov. Edhe kjo sprov, sidomos njerëzit që mirën me politikë dhe me gjëra që duhet me hina për poste të ndryshme. A je i gatshëm me lon postin, me lon pozitën, nëse çaj pozitë dhe çaj post e hidhron Allahun? A je i gatshëm me lonën më hekën, mos më konë shef në firmë, nëse për qëtë pozit e hidhron Allahun? A je i gatshëm shta me po? Apo do tash më konë shef se po një vjetër ma mirë edhe pse jetu hitanin haram? Cilën për që në dyja mund është me po? Qëtu e ki përgjigjen edhe qëtu e ki rezultatin. Nëse je i gatshëm, nëse si je i gatshëm me lonë një pozit, a lëdon që nuk je i gatshëm me sakrifiku për hitë Allahut. Edhe kjo a lëdon që atë imanin që përmenë në fillim që majën se ke shiju. Nashi shumica jonë, nashi shumë për njëve se ka shiju, ose e kena shiju nashti ko pas ko në një moment caktum, po jo në njërë të vazhdushme. Po s'paku kur e dim diçka që është ndalume, mu mënu më ndalu dhe me kuptue që ma mirë me nejtën mesin e njerëzve, i pa përmendur, ndoshta jo me qatë vlerë që do është që e kiti në realitet, se sa me marë një vlerë caktume në krye, e pastaj përmes të i vlerës me hupa ahiretin tëndë. Nga se e kom përmenë edhe me një shkrem. Muslimani dynjan e këshyrë me sytë ahiretit. Kush e këshyrë dynjan me sytë ahiretit i do këtë e vogël. Së s'krahasot, s'ka krahasim. Kush e këshyrë dynjan me sytë dynjas i do këtë shumë e madhe. E tani mundohet me nga, me vrapu, me zapu, pësën e zapan. Edhe e treta, thotë Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, dhe tjetë kritikuesi dhe lavdruesi tek ai i njëjtë. Allahu Akbar. Mi po qysh cili kritikuesi i lavdrues në hak ka thonë. Kjo e përshin dy raste tash vëllazë. Rasti i parë është dikush që të lavdron, edhe të njëjtën kohë dikush tjetër që të kritikon. Që kësha po të kritikon, po të shef ty në gabim. Edhe që kësha po të lavdron, po të përmen një punë të mirë. Ose nuk ashtë hiqa e puna jote, e mirë që ka e përmen, po a i pe shef qështo. Por shemë, dikush të thotë, mashallah, ti je shkak për më bërë këtë punë të hajrit e këto më bira në regull. Në ashtë je, në ashtë si. Tjeti thotë, o vlo, të friksoj Allah se që kjo punë s'ka në regull, qëta që e bune s'ka në regull, qëtu që të pash filan vendin nuk ashtë në regull. Në zemrën tonë dhe qëtu dyja janë të njëjta jo. Kjo është provim. Kjo është provim. Nëse qëto dy nuk janë zemrën tonë dhe të njëjtë, atëherë ti ki problem me trajtimin e meselës zemrën tonë dhe jo të ata. Për çfarë arsye? Se që ky atë ka këshillue, realitet që ky të ka çmu më shumë se ai tjetri. Se ky të ka përmirësu, ky të ka dashur. Ky u mundu me të pa mirë. Po këtë arsye një dietar thotë na thë gëzohemi nëse dikush na jep një dhuratë. Gëzohemi, thonë, o mashallah që shumë pas ka kujtu. Nuk e bojmë që të gëzim nëse dikush të ka këshillu. Kurse në realitet, ai që të ka këshillu, të ka dhonë dhuratën më të çmuar. Ai tamam të ka dhonë dhuratë. Pse sa ai ka diku direkt te ti, po përmirësu ti. Ti dhuratën e ti e ke marrë dhe ke filluar me praktiku një të ndonë dhe praktike. Këto është dallimi. Kjo është e para. Nëse dy persona, njëri të lëvdon dhe njëri të kritikon, a janë të zemra jote dhe të ti të njëjtë? Apo që ka kritiku edhe pse ka pas me hak, ja se më ka kritiku. Atëherë pas ka problem ti mes ti edhe hakit. Atëherë këshire zemrën, këshire imanin. Edhe e dyta, forma tjetër është, nëse ti ki punë me që të dytë, që kësha ka livdu, edhe që kësha ka kritiku, të dytë me hak, cili ti e përparsi? Cili ti e përparsi? Normalisht ai që kritikon, ati du shmi dhëmë përparsi. Nëse e ka bo me regula, mos e keq kuptoni tash. Mos e keq kuptoni dikush me dojë para njerëzve me thonë, hej, shka ke bo, jo, kështu s'ka të volna. Një të volë një vëlla musliman, që s'do me të po keq, edhe i qonë zemra për ty, edhe ko që me të po mirë, vallahi që kjo është maj mirë sa i që të ka livdu në sy. Që kjo është maj mirë.
E qëto është prova? Qëto është prova për arsye se nefsi anon zakonisht ka ajo që e don, ka ajo që i shpreh atij, i qel rrugë, jo ka haki vazhdimisht. Jo ka ajo që është e vërtetë, jo ka ajo që është e drejtë. Po këtë arsye dashur vllazni, pe cilësive dalluese shokëve pejgamberit sa ka qenë këshilla mes tyre, këshilla e vazhdueshme. Kjo është ajo që i ka më gjallë. Bela Omer radiallahu anhu ka thonë nuk kisha pas shef me net me një vend ku s'ka këshillues. S'kisha pas shef me net me një vend ku s'ka këshillues. Pse? Se shkatërimi i Allahut më zbrit atë. Nëse njerëzit fillojnë mi avu, çdo na mi avu rrafshin e tjetrit. Sidomos bashkësitë e muslimanëve, bashkësitë të mëne kanë për qëllim komunitetet, xhamijat, vendet ku mblidhen muslimanë. Nëse s'ka këshilla mes tyre, këshilla të përbashkëta, atëherë komuniteti mund të ketë me marrëdhëtimin e kundërt, edhe secili ty arrej shpinën e tjetrit. Mirë, bravo, shumë mirë. Kurse këshilla është ajo që e përmirëson shoqërinë edhe përmirëson njëri tjetrin. Andaj dashur vllazni, këto janë trishaja që i ka përmendur Abdullah ibn Mesudi, çysh ka mundsi njeriu mos me arritjet imanin e nalë që ja vlen me arrit një musliman. E sidomos nëse ka të bëjë me haramet. Nëse ka të bëjë përballë harameve, gjërave të dëshimta, gjërave që nefsi ti lyp, edhe të lufton ty nefsi, mundohet me të largu prej tyne, në mënyrë që mos më mri. Mos më mri aty ku ti ke qef. Edhe aty ku duhet. Dhe janë provat thjeshta praktike në jetën tonë që na mi pa vet. Edhe më që secili prej neve çdo i ka provu. Secili prej neve që të shkajna, të trija personë i ka provu. Bile njerëzit për fat keq fillojnë një vetëm mos me pasën ashtu dashurinë ndaj dikujt që e ka këshilluar po edhe me kriju urrëtie. E krijon armik e bën. Në momentin që e ka këshilluar ka bërë armik. Subhanallah. Kurse kjo është ajo që në realitet është që thash, ajo e far trungu edhe ajo far temeli që e mon ummetin islam. Këshilla e sinqert, e cila ka dhënë dashuri, e cila ka dhënë respekt, e cila ka dhënë dëmshuri për vllahun tonë musliman. Allahu te mos miri, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.